Pra në tërësi, si duhet ta lexojmë gjithë këtë? Ardhja e një Amerikanit në SPAK ose ardhja e një Amerikanit në Shqipëri duke përjashtuar takimin drejt për së drejti me zotin Rama nuk bën që zoti Rama ose nuk jep kuptimin që zoti Rama është i izoluar. Sepse ju duhet keni parasysh që në rast se nesër vjen papritur një ambasador në Republikën e Shqipërisë, sigurisht dhe detyrimisht duhet shkojë takoj presidentin dhe më vonë duhet ketë dhe komunikimi me kryeministrin. Pra, edhe si kur të vi ambasadori përsëri, ju do të shikoni që po ambasadori do respektoj linjën e tij. Dhe dua të them diçka për opinionin publik që mendon që zoti Rama është në një vështirësi. E vërteta është po, por a është në një vështirësi ndërkombëtare apo kombëtare, kjo mbetet për të parë. Por a është në një vështirësi për sa i përket morale? Po, është, sepse në raport me atë që ka thënë që drejtësia është e vetja dhe ai e ka bërë që ky popull të besojë që nuk do të ekzistojë korrupsioni ashtu siç ekzistonte në kohën e Saliut, ashtu siç e thënë të tjerë që u bën Nami, ku ndërkohë këtu është bërë hataja, edhe këta përsëri gjejnë mënyrën ta justifikojnë, duhet të keni parasysh që takimet të tilla që ka SPAK-u janë të detyrueshme të ndodhin për arsye sepse investimi amerikan është krejtësisht të SPAK-u dhe nuk është një investim i cili nuk ka një benefit, pra diçka që duhet marrim mbrapsht. Duhet keni parasysh gjithashtu. Butonin e kuq për pezullim. Pezullimi i zonjës Balluku nuk ka lidhja a shtyp amerikani apo jo. Jo, pezullimi i zonjës Balluku duhet keni parasysh. Tek ajo avokat është bërë pa dijenin e amerikanëve ose të tjera mund të bëhen pa dijenin e tyre, pra mund të bëhet një CC që të vendosen dijenia apo? Jo, ju duhet keni parasysh diçka. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë shtete të cilët nuk janë serioze. Pra nuk është për shembull politika e jashtme, nuk është si politika jonë që zgjohet Rama dhe thotë do prish sot gjithë Shqipërinë, edhe populli as reagon fare. Por Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Departamenti Amerikan i Shtetit ka një politikë të vazhdueshme, të palëkundur, por e ka graduale për shkak të rrethanave që ndodh në administratën e vet. Që do të thotë, kur ishte Bideni, e njëjta linjë ka qenë me pak devijime, me pak ngjyrime, por ka qenë e njëjta linjë. Pra do thotë edhe në atë kohë, jo, edhe në atë kohë i ekzistonte narkotrafiku, ekzistonte monitorimi dhe mos harroni faktin që në kohën e administratës Biden plasi skandali me Gonigal. Pra do të thotë për ata të cilët mendojnë që Rama i ka rregulluar të gjitha marrëdhëniet sepse erdhi Ivanka, gabojnë. Po sa zani diskutojnë duket avokat, më duket se ka një tërheqje atje. Po dhe kemi thënë këtu ne që vetëm zvërnesin. Vetëm tërheqje. Po ashtu bëhet fillimisht dhe pastaj tërhiqen totalisht. Por shiko tani ç'a ndodh këtu me rastin e politikës amerikane. Amerikanët nuk janë kalamaj në politikën e jashtme. Pra, politika e jashtme dhe geopolitika është në duart të amerikanëve. Duam ne, nuk duam ne, ata e kanë. Për sa i përket politikave financiare të Amerikës, dihet që është e dobët. Pra keni parasysh se ata shpallin vazhdimisht falimentin e kontrolluar. Por në politikën ndërkombëtare ata kanë një manual të caktuar të palëkundur. Doktrinë. Thjesht vetëm bravo, doktrina e tyre, po unë e them manual, mos e them se nuk është mirë se ka diçka tjetër të kuptim lere, mos e thuaj manual, pse? Sepse është linja e tyre. Në rast se ti thua një fjali tjetër, qytetari nuk e kupton qartë. Kurse manuali është diçka që është i përdorshëm. Problemi është avokat çfarë solli ai që erdhi përveç manualit. Solli kur blen një lavatriçe apo kur blen një laptop, ke një manual aty, ke diçka si hapet, si përdoret, si rregullohet. Pra, ne kështu jemi një shtet i cili
do ti, nuk do ti, du unë, nuk du unë, ne ja kemi dhuruar në mënyrë indirekte sovranitetin e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pse? Sepse ne mendojmë, ose populli, mos të vendosim se kanë njerëz që nuk, jo e gjithë populli, po një pjesë populli. Mos ishin shteti 51, çfarë problemi do kishte? Po Shqipëria nuk bëhet kurrë si shteti 51, po as si 52 dhe as si 53, as 54. Do ishte keq apo do ishte mirë? Këtë nuk kuptoj. Po jo, ne nuk jemi afër atyre dhe nuk mund të bëjmë politikat e atyre pa që në Bashkimin Evropian. Sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës duan Shqipërinë në shumë institucione që të kenë shumë vota. Pra, Amerika ka një votë, po kur ke Shqipërinë ke 2, kur ke Malin ke 3. Ju mendoni që Pra, jo, unë nuk mendoj asgjë tjetër përveç asaj që populli jonë e ka vetë normuar dhe vetë pranuar pa reagim. Pra, ne, si komb, kemi dhënë autoritet tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës të kontrollojnë në një farë mënyrë sovranitetin tonë. Dhe dali dikush dhe nda thotë nuk e ka bërë, nuk e kemi bërë. E kemi bërë që kemi te dhe mos të dalim tani në situata tjera. Por, ajo që ndodh në vendin tonë është anormale. Çfarë? Ne në vend që të themi që ndëshkojmë ata të cilët kapen nga reforma e Zotit Rama dhe vetë Zoti Rama i ka mbajtur në oborin e tij, duhet të ndëshkojnë me votë për shkak të situatës së krijuar. Por, duke qenë se sot kemi një situatë tjetër dhe Zoti Brau sapo ka marrë detyrën dhe ende nuk ka reaguar dhe nuk ka bërë asnjë veprim që duhet të jetë në pra duhet të jetë në një nivel shumë të lartë se Zoti Dumani, sepse kemi të bëjmë edhe me një konkurrencë së brendshme brenda SPAK-ut. Pra, Zoti Brau nuk mund të firmosi urdhë arresta për prokuror, për drejtora, për njerëz të cilët s'kan fare vlerë për sa i përket aksionit. Pra, Zoti Brau në rast se do të bëjë një aksion duhet shkojë o të merret me sekretarin e përgjithshëm të Këshillit të Ministrave dhe të arrestet në Luxemburg. Pra, do të thotë që nivelin e ka pothuajse të njëjtë sepse është po në oborrin e kryeministrit, ose të bëjë një kërkesë tjetër drejtuar kuvendit për të bërë një arrestim të një deputetit, pra që është i pjesë Partisë Socialiste. Por në rast se Zoti Brau shkon edhe godet pjesëtar të opozitës, kjo nuk është e mirë sepse do tregohet që ai është në të njëjtën linjë, por nuk ndryshon asgjë. Pra, Zoti Brau në rast se shkon edhe bën një arrestim të tillë, të fortë, të cilët kërkon mirë mendim dhe patjetër një veprim institucional, sigurisht që ju duhet keni parasysh që ai po vepron sipas manualit të mëparshëm. Por lind pyetja, manastiri kur ai është rrëfyer, është manastir kombëtar apo ndërkombëtar? Ndërkombëtar. Sepse këtu jo prit. Prit se atit 13 vjet në pushtet, atit thot hajnë dardha tjerë prapa krau. Tani prit edhe ti. Ai se dinte, i shkret, viktim. Tani, këtu kemi një lojë tjetër, të cilën asnjëri nuk e ka studiuar. Por duhet të fillojmë ta studiojmë. Gradualisht do shfaqen në opinionin publik dy ambasador të rëndësishëm të Bashkimit Evropian, që është një ambasada gjermane në Tiranë, duke marrë rekomandime nga Gjermania, dhe ambasada franceze në Tiranë, duke marrë rekomandime nga Franca. Në të situatë që jemi sot, këto ambasada kanë vepruar në mënyrë shumë indirekte dhe jo direkte, sepse ja kanë lënë topit ambasadës amerikane. Ambasada amerikane, ambasada gjermane dhe ambasada e Francës në Tiranë janë në një bashkëveprim të heshtur në sy të opinionit publik. Që do të thotë, në rast se ambasada amerikane flet për krimin organizuar, kartelet e drogës, dhe Bashkimi Evropian në tërësinë e vet do flasi për kartelet e drogës. Dhe këtu sigurisht që do t'japi një mesazh të qartë tek qeverisja e vendit.